kanalizimi problemi themelor, shumë i madh. Çka është problemi tjetër? A dini që në Prizren ka shkolla ku me një klasë, në të njëjtën orë, në të njëjtën kohë, mësën klasa e parë dhe klasa e tretë bashk, klasa e dytë dhe klasa e katërt bashk. Me një mësues në të njëjtën kohë, në të njëjtën orë. Mësuesi e dan 15 minuta për klasën e parë, tash ju çta 15 nxonca, A e madhe shtypit, A e vogël e shtypit, B e madhe shtypit, B e vogël e shtypit. Pas 15 minuta thot tash rrini veç pak, i kthehet klasës tretë. Cila shkollë është kjo? Në Lukina i Thasit. Dhe unë kam menuar se vetë Lukina është kjo, kam shkuar kam vizitu. Edhe 4 fshatra të tjerë në Prizren janë me mësim bequjt kombinum. Që i bjen? Këta nxonca 2 herë kryen klasën e parë, 2 herë klasën e dytë, 2 herë klasën e tretë, 2 herë klasën e katërt. Shtynë pas ka me pas diçka. Fatkeqësisht dhonat e shekullit kaluam, sepse din shekullin e kaluam ka pas. Tash në Afrikë mund me gjithë. Kanë dalë që mësimet e kombinume nuk janë rezultative. Ata fëmijë nuk kanë performuar asnjë të mirë. Sepse fëmia torturohet, tash merr me fëmia e klasës 3 me ngu edhe një herë, A e madhe e shtypit, B e vogël e shtypit, A e vogël e shtypit. Ndërkohë, fëmia e klasës parë, që sot po i mëson shkronjat e para, torturohet me ndëgju mësimin e klasës 3. Dhe kjo po ndodhet në Prizren. Ty besan s'ka për shkollë, që për shembull, a kem patiri ku kam rri. Prandaj po them kanë kthy në problemet reale dhe këto po e kuptoj pse kundër kandidat s'po dalin debate. Do mos kemi dalë asnjëherë. Prizreni asnjë debat nuk e ka realizuar. Mendoj që nga frika për të ballafaqur me realitetin e vërtet. 2 kandidat, edhe Shaqirtot edhe Artan Abrashi, refuzojnë në 6 emisione na kanë dështuar dhe unë mendoj kjo është fymje për njerëzit në Prizren. Me pa, me na krahasu, me na analizu, cili vlejmë, cila platformë politike vlen, por kanë vendosur me ikë. Dhe unë mendoj që kjo ikje duhet të shkohet.